Bota e gjinëve. Bota e gjinëve ka qenë temë diskutimi mes qindra studiuesve dhe dietarëve botëror musliman dhe të gjithë unanim, duke u bazuar në Kur'an e Sunet, si dhe studimet e tyre pranojnë ekzistencën dhe veprimin e gjinëve tek bota jonë që na rrethon. Vetë pejgamberi Sulejman a.s. dhe historia e tij që na paraqitet përmes Kuranit dhe librave studimor, nga historia na jep të kuptojmë rolin e gjinëve që kanë pasur në historinë e njerëzimit. Në këtë botë trashcendentale, krahas me njerëzit, jeton dhe bota e gjinëve, nga lloji të cilëve janë dhe shejtanet djajt. Të vërteton Kurani dhe Suneti. Në Kuran ekziston surja që mban emrin gjin. Në ajetin e parë të kësaj surjeje thuhet: "Thuaj, mua më shpallet se një grup i vogël nga xhinet i vuri veshin dhe dëgjoi Kuranin, dhe kur u kthyen tek të vetët thanë: Ne kemi dëgjuar një Kuran që të mahnit. Përkujto kur disa prej gjinëve i drejtuan tek ti që të dëgjojnë Kuranin." Muslimi transmeton nga Ibn Mesudi, radiallahu anhu, se ka thënë: "Ishim një natë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi veselam, i cili humbi atë natë. E kërkuam në përgrykat e maleve dhe fushave, por më kot nuk e gjenim. Atëherë tham: atë ose kanë rëmbyer ose ka vrarë dikush. E kaluam atë natë në një gjendje shumë të rëndë dhe të pasigurt. Kur agoi mëngjesi, pam që ai po vinte prej drejtimit të shpellës Hira. Ne i tham: o i dërguari i Allahut, humbe dhe ne të kërkuam në çdo vend, por nuk të gjetëm. Pjetëm dhe kaluam natën më të rëndë të cilën njerëzit mund ta përjetojnë." Ai tha: "Më erdhi lajmtari i gjinëve, me të cilin shkova dhe u këndova Kuran. Madje erdhi me ne dhe na tregoi zjarrin dhe tragjet e prezencës së tyre. Gjinët janë krijesa që Allahu i ka krijuar sikurse njerëzit dhe engjëjt. Nëpërmjet njerëzve dhe gjinëve ka të përbashkëta, secili nga ata cilësohet me mendje, logjik dhe në zgjedhjen e rrugëve të hajrit ose të sherrit. Gjinët dallojnë nga njerëzit për shumë gjëra dhe më rëndësishmja është në esencën e krijimit. Njeriu është i krijuar siç e dim nga dheu, kurse gjinët janë krijuar nga zjarri. Allahu i lartësuar thot: ai e krijoi njeriu nga balta e terur si e në balte e pjekur, dhe ai krijoi gjinët nga flaka pa ty me zjarrit. Rahman 14:15. Gjithashtu thot: ne krijuam njeriu nga balta e argjilit, të zi e të prishur, me erë të keqe të trajtuar me snun. E gjinët i krijuam më parë nga zjarri, nga flaka e fortë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: engjëjt janë krijuar nga drita, gjinët nga zjarri, kurse Ademi alaihi salam është krijuar nga ajo që juve jeni informuar në Kur'an. Siç e cekëm më herët, nga gjinët ka që kanë zgjedhur rrugën e mirë dhe ata që janë musliman, dhe ka prej tyre që janë jo besimtar. Të gjithë gjinët jo besimtar janë shejtan. Allahu i lartësuar ka zbritur një sure rreth tyre, ku ceken cilësitë e tyre. Ajo sure quhet Suretu Gjin. Shkaku i zbritjes së kësaj sureje është se një grup nga ata erdhën tek i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjuan duke lexuar Kuranin, pastaj u udhëzohen dhe shkojnë te populli i tyre që t'ju tregojë se çfarë kanë dëgjuar. Sa i përket cilësive të tyre, mund të themi se ata mund të shihen nga njeriu, kurse ata mund të na shohin neve. Vërtet, ai shejtani dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk e shihni. Gjithashtu, ata vdesin dhe shumohen sikurse njerëzit. Një nga lutjet e të dërguarit ishte: gjinët dhe njerëzit vdesin, kurse ti, o Allah, je i gjallë dhe nuk vdes kur. Gjinët janë disa lloje, siç ka ardhur në një hadith që transmetohet nga Buhariu, se gjinët janë 3 lloje. Njëri lloj ka krah dhe fluturojnë si shpezë, por me shpejtësi shumë të madhe. Tjetri lloj janë si kafshë gjapërin që janë të zinj dhe shtazë të tjera, ndërsa lloji tjetër që jetojnë në grupe dhe shkojnë nga një vendmani në tjetrin. Sa i përket rolit të tyre, është i njëjtë si roli i njerëzve në këtë botë. Edhe ata do të mblidhen ditën e gjykimit për të llogaritur veprat e tyre. Se bashku me njerëzit, kjo është e qartë në shumë ajete. Tha Ibni Abdul Birri: gjindet tek apologetiket, ehlul kelam, dietarët dhe gjyqtarët ndahen në disa kategori. 1. Kur të përmenden gjindet, në veçanti thonë gjin. Kur kanë për qëllim ata që banojnë me njerëzit thonë amir. Nëse janë nga ata që u paraqiten fëmijëve, u thonë ervah.
Nëse është i keq dhe i parafytyrohet, i thonë shejtan. Nëse tepron në këtë çështje, i thonë marit. Nëse tepron edhe më tepër dhe forcohet çështja e tij, i thonë ifrit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na lajmërojnë se gjindet janë 3 lloje. Një lloj tyre fluturojnë në ajër, një lloj tyre janë gjapërinj dhe qenj dhe një lloj tyre janë udhëtar të përhershëm për një vendin në vendin tjetër. Gjindet shpërblehen për punët dhe veprat e tyre. Janë të krijuar për të adhuruar Allahun ashtu sikur se krijesa njeri. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm në Kuranin Fisnik thotë: Unë nuk i krijova gjindet dhe njerëzit, por vetëm që të më adhurojnë. Allahu u dërgoi gjineve edhe pejgamber. Në lidhje me këtë, ai në Kuran thotë: O grumbull i gjineve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar, t'ju rrëfejnë argumentet e mia dhe t'ju tërheqin vërejtje për takimin tuaj në këtë ditë? Ata thonë: dëshmojnë kundër vetvetes. Ata i pati mashtruar jetë a kësaj bote dhe ashtu të detyruar, dëshmuan kundër vetvetes se me të vërtet refuzonin të vërtetën dhe ishin pabesimtar. El-Enam 130. Gjithashtu, Allahu i Madhërisëm në një ajet tjetër nga Kurani thotë: Përkujto, kur disa prej gjineve i drejtuam tek ti, që ta dëgjojnë Kuranin dhe kur u afruan dhe dëgjuan atë, thanë: Heshni. Edhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe këshilluan. Gjineve u ka ardhur shpallja kuranore, ashtu siç i erdhi njerëzve. I dërguari i fundit Muhamedi alayhi salam është pejgamber dhe i dërguar edhe tek gjinët. Muhamedi alayhi salam thotë: Në Medinë ekziston një grup i gjineve që janë bërë musliman, prandaj kushdo që shikon ndonjë gjarpër në shtëpi, duhet ta urdhërojë 3 herë që të dalë prej saj. Nëse ndonjëri prej tyre nuk del dhe pasi të lajmërohet, duhet vrarë nga sa ai është shejtan. Abdullah ibn Mesudi ka lexuar këtë pjesë nga Kurani. Të tillët zotat që këta lusin përveç Zotit të vërtet, vetë ata zotat e tyre kërkojnë afrimin te Zoti i vërtet. Pastaj citoi hadithin e pejgamberit alayhi salam ku thotë: Kam shkuar te një grup njerëzish prej arabëve, të cilët adhuronin një grup gjinësh. Pastaj gjinët e pranuan islamin, saqë njerëzit nuk e diskutuan fare hyrjen e tyre në islam. Pra, nga gjinët ka musliman dhe besimtar që adhurojnë dhe i përulen vetëm Allahut sipas urdhrave të fesë së pejgamberit ton, Muhamedit alayhi salam. Gjinët janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Pejgamberi alayhi salam thotë: Allahu ka 100 mëshira, një prej tyre ka zbritur tek gjinët dhe njerëzit, shtatët dhe insektet. Me atë mëshirë të vetme të zbritur nga Allahu, ata mëshirohen mes vete dhe mallëngjen për njëri tjetrin. Çdo njeri ka një shoqërues prej gjinëve. Ata nuk janë musliman përveç shoqëruesi Muhamedit alayhi salam. Pejgamberi alayhi salam thotë: Çdo kush prej jush e ka nga një shoqërues, kerin, i cili shoqëron vazhdimisht njeriu, i cili është nga gjinët. Shokët i thanë: Edhe ti, o i dërguar, ke një të tillë? Pejgamberi alayhi salam tha: Po, edhe unë. Vetëm se mua më ndihmoi Allahu dhe shoqëruesi kerini im e ka pranuar islamin dhe me urdhëron vetëm për të mira. Gjinët nuk kanë ndikim tek robërit e Allahut, të cilët janë të veshur me petkun e përulshmërisë, të devotshmërisë dhe nështrimit të plot ndaj Allahut, Xhele Shanuhu. Argument për këtë është fjala e Allahut ku thotë: Ti ndaj robërve të mi, të sinqert, nuk ke asnjë forcë, as fizike as mendore, përveç atyre të humburve që vijnë pas teje. Në një ajet tjetër në lidhje me këtë, Allahu i Madhëruar thotë: Vërtet ai shejtani nuk ka asnjë fuqi kundër atyre që besuan dhe janë mbështetur Zotit të tyre. Gjithashtu Allahu i Madhëruar thotë: Në të vërtetë ti nuk ke asnjë fuqi ndaj robërve të mi. Mbrojtja e Zotit tënd është e mjaftueshme. Pra, nuk ka rrugë tjetër dhe të sigurt për njeriu që të shpëtojë nga ndikimi dhe devijimi i shejtanit, përveç se me besim të plot në Allahun dhe pastrimin e rrugës së tij dhe mbështetjen e plot tek ai për çdo çështje e ata të ecin në këtë rrugë. Pra, për ta Allahu ka garantuar mbrojtje dhe shpëtim.